Në pikpamjen shumë gazetarë të njohur janë kanë dalë që kanë më gjoba. Ndërkohë dhe historinë. Po, ky është një atribut i institucioneve të paregulluara ose të paqëna që kemi ne për vetë rregullimin. Se dini kush i jep këto penalitete? Urdhri. Bordi ekzekutiv dhe Këshilli Ekzekutiv i Etikës. Po, pse nuk hiqet e drejta ne kemi Këshilli Shqiptar të Medias që ka një atribut të tillë të negociuar si marrëveshje me 40 media, paktën i referojnë. Ai grup ndoshta e respekton se nuk kam informacion mjaftshëm. Pra, i është hequr dikujt e drejta ushtrimit profesionit. Po që të hiqet e drejta ushtrimit profesionit duhet të jepet. Se mo çka ka mjeku më keq më? Po pra, çka ka mjeku më keq edhe ai dezinformon. Që të hiqet duhet i vihet, duhet i jepet. Nëse kemi strukturën që i jepet, që ti kemi strukturën që ti hiqet. E para, e dyta, gazetari nuk është entitet më vete dhe që punon i pavar, punon në një media, në një institucion. Kështu që në këtë moment, ne kemi shumë gazetar të mirë, edhe Klevini që u përmend e doli në punë është gazetar, po gjithsesi nuk kam mbështetjen që pati nga institucioni ku punoj, sepse faji kryesor është i institucionit mediatik dhe qëllimit për cilin ai institucion mediatik funksionon. Kjo është arsyeja sepse gazetarët i cilësojmë të aftë, pa aftë, për sa kohë që i jep institucioni vetë lirinë e vetë të punoj. Cili është kompromisi i gazetarit si individ, këtu pasaj kalojmë në tjetër dimension dhe këtu mund të diskutojmë dhe ta kritikojmë ose ta lavdërojmë gazetarit si individ. Por gazetari punon në institucion. Mirilda, unë kam përshtypjen që publiku ngatron një gjë. Analistët e paguar me gazetarë. Gjithologët, se po flasin për gjithë shka të mundshme. Unë mendoj që kjo urrejtje më tepër është për analistët se sa për gazetarët. Gazetarët unë i kam parë që rinë atje mëngjes drekdark, në diell, në shi, në breshër, janë shumë profesionistë. Absolutisht po. Dhe e çojnë pyetjen si thot Ornela, deri në fund të anë të gjallë. Absolutisht po. E kupton dhe por analistët të cilët mbjellin mjegull në publik, aty ata kanë krijuar një lloj. Plus edhe vetë kryeministri ka qenë ai që ka thënë, legenda jo kazana jo. Do ta themi këtë, janë bërë oligarkët e gazetarisë, këta nuk të duket? Se që është Shqipa? Janë bërë më oligarkët, su bërë ti oligarkët e gazetarisë. Janë bërë oligarkët e gazetarisë këta analistë. Qese në këtë dekadën e fundit më ka rënë rasti t'jem dhe unë komentoj një si politik po thuaj se për... Po ti si e bërë oligarkët. Por ama jam një freelance dhe nuk... Ke qenë i ftohtë, Shqipa. Ke qenë i ftohtë dhe s'ke gënjur. Shiko, personalisht nuk e pranoj veten stigmatizimin e të tjerëve dhe aq më tepër futje në një sport të të gjithëve. Se tani unë, me që se kam bërë një 17 vite si reporter, kur krahasoj raportimin e sotëm me raportimin që kemi bërë ne, janë dy epoka të ndryshme dhe nuk ka arsye. Përgjithsisht, unë respektoj një lloj, po e themi, bashkësie të reporterëve investigativ që sakrifikojnë vërtet. Dhe jo për gjithë, por them, disa media që i quaj, le të themi, module pozitive në skakjerën politike, mediatike të vendit. Tani, nën kuptoj, të mos bëjmë PR për askënd, po dihet prej nesh se cilat janë ato media. Dhe është sakrifis që raporton këmbgul, kemi emisione që janë këmbgul se sjellin të vërteta, por kemi abuzivizëm. Kanë edhe gjobën nga mbrapa. Po shikoj, janë deri, të paktën sipas statistikave të Unionit, deri tani janë vetëm që e marrin rrogën si gazetarët 2300. Po përmend një emision që është totalisht i paanshëm. 2300 gazetarë. Gazetari të bëjë marketing. 2300 gazetarë. Ne dim shumë mirë që në këtë